Mes raportimeve se Teherani po refuzon negociatat direkte me Washingtonin, presidenti amerikan është shfaqur i vendosur për ta çuar përpara përplasjen me Republikën Islamike. Në një video mesazh të publikuar në platformën e tij Truth Social, Donald Trump theksoi se operacionet ushtarake janë në zhvillim dhe nuk do të ketë kompromis. Ai deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të lejojnë që, sipas tij, një regjim që krijon ushtri terroriste të zotërojë raketa me rrezë të gjatë apo armë bërthamore, duke cilësuar Iranin si një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë amerikane. Duke ju referuar 3 ushtarëve amerikan të vrarë në kundërsulmet iraniane, presidenti i quajti ata patriotë të vërtetë dhe premtoi hakmarrje, ndërsa paralajmëroi se bilanci i viktimave mund të rritet përpara se konflikti të përfundojë. Donald Trump i bëri thirrje Gardës Revolucionare Islamike të dorëzojë armët dhe ju drejtua gjithashtu qytetarëve iranian, duke i nxitur të rimarrin vendin në duart e tyre, me premtimin për mbështetje amerikane nëse do të ketë një lëvizje të tillë. Megjithatë, krahas toneve të ashpra, ai la të hapur edhe mundësinë e dialogut. Në një intervistë për revistën The Atlantic, Donald Trump u shpreh se është i gatshëm të bisedojë me përfaqësues iranian, duke shtuar se ata duan të flasin, por duke i akuzuar njëkohësisht për vonesa dhe hezitime të gjata në procesin e negociatave. Deklaratat vinë në një moment kur tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta dhe çdo zhvillim i ri pritet të ndikojë drejt për drejt në stabilitetin e rajonit.